Me qenë se jem në sezoni verës, si ka fillu, pushimeve, është një patologji e veçe cilën e hasim shumë. Infeksionet e kanalit jashtë ndëgjimit. Janë disa infeksionet që paraqiten zakonisht në sezon, quhen infeksionet e pishinave, për shkak nxehtit edhe ujit të papastër të pishinave ose të detit. Quhen infeksionet të kanalit jashtë ndëgjimit. Edhe qëllimi im në këtë rast është me pas kujdes, me shmang kontaktin me ujë para dhe me pas kujdes në trajtim. Shumë herë paraqiten infeksione me mykt të kanalit jashtë ndëgjimit dhe shumë herë kem pa që trajtohet me antibiotik. Pika antibiotik që është gabim, për shkak se është e kundërta asaj që duhet. Prandaj të pacientët, sidomos një kategori që ka shumë probleme me kanalin jashtë ndëgjimit, i kishim preferuar të shmangën kontaktin me ujë dhe të trajtohet si duhet kjo patologji. Të determinohet është infekcion mikotik, është po mendon një infekcion bakterial, në mënyrë që trajtimi të jetë më i sigurt.